Ish-banorja e Big Brother VIP Albania Plus skandalin do t'ju tregoj se si u korruptua gjyqtarja amerikan. Bashkëshorti më mori djalin pasi dha para. Ish-banorja e Big Brother VIP Albania Briseida Xhelaj prej disa kohësh po përballet me drejtsinë amerikane me ish bashkëshortin e saj lidhur me aftësinë e djalit të tyre të mitur Anthony, teksa ka postuar një fotografi në rrjetet sociale në ditën e martesës së saj me partnerin Jori dhe djalin Anthony. Briseida i drejtoi tij të fundit duke shkruar: Anthony, duro dhe pak, të kamami trim, të dua shumë. Do të bashkohemi të tre shumë shpejt. Ka një zot lart që e di të vërtetën. Le të blihen gjyqtarët me lek. Ti do të kthehesh tek nëna jote shumë shpejt. Gjykata i ka dhënë të drejtën e aftësisë ish bashkëshortit, ndërsa pak javë më parë Briseida postoi një video në rrjetet sociale teksa kishte shkuar në Amerikë për të takuar të birin. Sa kaq, Briseida teksa pretendon për mashtrim nga gjyqtarët amerikan, ka lajmëruar se e gjithëria gjyqësore me të cilën ajo po përballet gjatë kësaj kohe do të bëhet publike në televizion. Briseida Xhelaj u bë e njohur për publikun fillimisht me historinë e saj të dashurisë me Jorin, i cili është 10 vite më i vogël se ajo dhe më pas me pjesëmarrjen e tyre çift në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania.